Gati? Atëherë, mirë se erdhët në kujtësin ton. Kush dreqin do të bëhet milioner? Jo. Atëherë, le të fillojmë me pyetjen e parë, e cila është për 4.000 lekë të vjetra. 4.000 lekë të vjetra ose 400 lekë të reja. Je gati? Gati. Atëherë le t'i prezantohemi njëherë publikut. Po. Le të themi emrin, nga vjen. Unë quhem Tuxhix. 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 Po, Tuxhix. Unë jam nga Delvina. Tuxhixi nga Delvina. Tuxhix. Urdhro. Jo, e thash dhe njerë sepse nuk më besohet që ke këtë emër. Tuxhix. Ma kanë vënë kastile që mos të harroj dot dhe sigur të vdes. E qartë. Tuxhix. Tuxhix. Atëherë, le të fillojmë pra me pyetjen e parë për 4.000 lekë të vjetra. Kam shumë emocion. Pyetja është kjo. Si e ke emrin? Alternativat janë Tuxhix, B. Andrea Stefan, C. Cristiano Ronaldo dhe D. Grida Dum. Ju lutem publiku, mos sugjero. Engla. Qetësi ju lutem. Ka nevojë për përqendrim Tuxhixi? Ju lutem qetësi. Bëhet fjalë për 4.000 lekë. Tuxhix, Kjo shifra më emocionon, jam blokuar. a ke nevojë të ta përsëris pyetjen? Po, të lutem. Atëherë dhe njëherë ju lutem përqendrim, publiku mos të tregoj. Pyetja është për 4.000 lekë. Tuxhix, Urdhro. pyetja është si e ke emrin? Alternativat janë Po, të lutem. A. Tuxhix, B. Platon Haxhi, C. Lionel Messi dhe D. Artadat. Ju lutem mos sugjeroni. Ju kujtoj se Vetëm pyetja që nuk studiova nga gjithë kapitulli. I vetëm kapitull që s'përsërita. atëherë Tuxhix, Urdhro. ju rikujtoj se keni 3 ndihma në dispozicion, Po, të lutem. që është publiku 50 me 50 dhe telefonata një mikut. Publiku është 50 me 50, se se Jo, sugjerimi i publikut, ndihma e dytë është 50 me 50 dhe ndihma e tretë është telefonata një miku. A doni t'ju përsëris pyetjen, Tuxhix? Po, të lutem, ma përsëri dhe njerë se... Okej. I dashur Tuxhix, Urdhro. më dëgjo pak. Pyetja është për 4.000 lekë. Të vjetra. Dhe pyetja është si e ke emrin, mor burr? Alternativat janë A. Tuxhix, B. Andrea Stefan, C. Alqi dhe D. A shona, i thaj Alqin kështu ti si me qenë legend. Ma se kam Alqin, ku e diti? Nëse doni mund të shfrytëzoni një nga Po, ndihma. po, dua të shfrytëzoj ndihma, të lutem. Kë doni? Dua të shfrytëzoj ndihmën që ma thuaj, cila është përgjigja. Tuxhix, Nga ankthi. e di po ulini se nuk jeni depiluar sot. Atëherë
Doni ndihmën e publikut? Po. Atëherë, i dashur publik, poshtë sediljeve e ndjeve ti? Keni një buton. Atëherë, ndihmojeni Tuxhiçin se si dreqin e ka emrin Tuxhiçi. A. Tuxhiç. B. Atëherë le ta themi ndihmën e publikut një zëri. Hackla. Po si ka emrin? Atëherë, publiku vendosi që emri jot është Tuxhiç dhe kjo është përgjigjja e publikut. Ju çfarë do bëni Tuxhiç? Të njëjta, po s'do njëri të shojë mirë sot do jo, gjitha fusin, po. Po. Si ishim nga ata në shqiptarët të hyjshim bërë si Greqia, po dëgjoj. Atëherë, i dashur Tuxhiç, Urdhro. doni të shfrytëzoni një pyetje tjetër, një ndim tjetër? Dua ndim tjetër, të lutem se ngela ku më ra mua kjo që në fillim. Po dhe ju ç'pyetje si e ke emrin. Jo po si ke mbi emrin. Po është pyetja e parë më Tuxhiç. Shiko. Atëherë pyetja e parë, atëherë, ku dyshon pra Tuxhiç, Andrea Stefan, Alqi apo Violeta? Unë jam midis Violeta dhe Alqi. Atëherë, regjia. Tuxhiçi të 50-50 të heqin dy. Dakor, Tuxhiçi vendos të heq dy opsionet. Pra, kanë rënë poshtë opsionet Violeta dhe Alqi. Ato që mendoja unë, ato që... Atëherë, Si që ndihma tjetër? a do ta përsërisë edhe një herë pyetjen? Po më të lutem, ma përsëri edhe një herë. Po, plasa. Si Pëstoj kjo karrocë e dylit. jo si e ke mua emrin, si e ke? Si quhesh, o Tuxhiç? Tuxhiç. Po. A, Tuxhiç apo B, Andrea Stefan? Se ando keni vënë, kjo është me të futur kush t'jep lek për letës, se diun. Dua ndihmën e telefonatës. Atëherë, ke dorë telefononi? Një shokun tim. Atëherë, na lidhni me një shokun e këtij. Alo? Je një shoku i këtij? Tornado me para! Faleminderit Turian! Vdes për këtë emision! E kam fiksim të kap lekët aty ka i ajri që unë ngre fustanin grave, faleminderit! Debil komplet. Ti bim dikuj tjetër? Po bjeri një këti njerë, mos ta marrim në telefon. Pastaj bjeri. Mos doni të merrni dikë nga shtëpia. Po mirë, më bëni një nga shtëpia. Bëni gjysh, jo ka vdekur. Bëni babaj. Atëherë na lidhni me babain e Tuxhiçit. Mo më çishom na lidhi me babain, babai është i lidhur me maman. Merri telefon fol. Po na merrni telefon babain e Tuxhiçit. Alo babai i Tuxhiçit. Ju telefonojmë nga kush dreqin do të bëhet milioner. Kush dreqin është Tuxhiçi, mor vlla? Po unë s'ta thash akoma Tuxhiçin ty. Sa ta je babai Tuxhiçit? Po, a keni një djalë me emrin Tuxhiç? Po. Pra ndaj s'di emrin ti. Atëherë, komunikoni drejt për së drejti me djalin tuaj. Po. Alo ba. Mor të keq. Si e kam emrin unë? A, Tuxhiç, B, Andrea Stefan. apo Andrea Stefan? Ç'na ke vënë siklet mor djal? Ha ba, pse kush ma vuri emrin në i baxhanak? Ju ma keni vënë. Ja. Alo, dhe sa sekonda kanë ngelur, të lutem. Edhe 22 sekonda. Dhe 22 sekonda, ba, të lutem. Po Ba, prisni të pyes është pak për grua. 4000 lek, ba. 4000 lek? Të vjetra. Pyte mami, pyte. Moj o tefta. Amor bu. What Tuxhiçi nënës? What the teta nënë të shoh televizor në bebe. Na falni, pas kemi marrë në kohë vështirë. Ishte shumë ide keqe të të merja në telefon. Prisja se do më ndihmoj, sa më zhyte më shumë. Atëherë, Tuxhiç. Unë do ta bëj edhe një herë pyetjen dhe do të lë këtu. Të lutem. Do të lë këtu me spektatorin dhe do dal nga studio. Do shkoj të pi një kafe se më luajte. Atëherë, pyetja për 4000 lek. Si dreqim e ke this fucking name? Emri jot si është? Se kuptova të pjesë në anglisht, ishe? Harroje, si e ke emrin, o Tuxhiç? O Tuxhiç! Emrin. Kam ndihmë. Jo, s'kam. Atëherë, A, Tuxhiç apo B, Andrea Stefan? Zgjidhe. Nga unë, natë në mirë. Na, prisje gjeta. B, Andrea.
Natë në mirë. Se mos je ka, mo!